Dhe vazhdojmë të tjerë, pra institucionet e sigurisë kombëtare shqiptare, kur kanë bijë dhe bija të shkëlqyer të Shqipërisë, nuk i do zoti Edi Rama, bijtë e Shqipërisë që të ta udhëzojnë, ta kontrollojnë që kemi luftuar neve, po ka bërë një katarure, një rëmuni sigurinë kombëtare që nuk i dihet fundi. A mendoni se politika zyrtare greke në këtë rast është ajo që lëviz fijet e politikës zyrtare në Tiranë? Është Beogradi, është Greqia, është Mosajdi në Izrael dhe shumë më thellë, të cilat polozin dhe hedhin ballën mes Tiranës për realizimin e qëllimeve të tyre dhe vazhdimin e shkatërimit të mëtejshëm të shtetit shqiptar, i cili ka vënë pikpyetje të madhe mbrojtjen e tërësisë territoriale të Shqipërisë, sepse po të shikonin me vëmendje, në Kongresin e Amerikan shpërtheu problemi i Sazanit dhe u bllokua vazhdimësia e mëtejshme, dhe tani e kanë bllokuar sepse nuk është kushteri investitori, po janë 2 të Arabi Saudite me 1.4 miliard euro. Kushteri është për të mbuluar pislloku që po bëhet në Sazanin. Që do të thotë, cili është pislloku në këtë rast? Unë e kam trajtuar mbi baza reale, kombëtare, adetare, shkencore, ligjore, vende ndërkombëtare, që këto janë veprimet kundërligjshme, pasoja për sigurinë e mbretëror kombëtar Shqipërisë. Ahmet Zogu nuk ka bërë asgjë më tepër se kaq. Që kemi trajtuar në historinë e vet. Shqipëria po kalon në gjendje shumë të vështirë, shumë të rrezikshme për vendin. Zoti Limaj, po. Bazat ushtarake. Të gjitha bazat ushtarake detare nga Shënjeni në Lemon të Sarandës janë të gjitha në SPAK dhe në çështje hetimore. Sepse në kundërshtim me ligjet dhe duke shfrytzuar firmat e atyre që janë rënkyra, po jep të gjitha bazat ushtarake detare mafias dhe oligarkët huaj. Zoti Limaj, si është e mundur që Greqia nuk e heq ligjin e luftës, një ligj i cili daton që prej vitit 1940, dhe cili është plani B që mund të ruajë në këtë rast Greqia në rast të konfliktit të mundshëm me Shqipërinë? Po mbajtja në fuqi e ligjit të luftës Greqinë e justifikon në çdo moment që të bëjë dhe agresion ushtarak kundër Shqipërisë. Në çdo moment, duke patur fuqi ligjin e luftës, ajo e justifikon çdo lloj agresioni që mund të ushtarakisë duke qenë prandaj, po të shikosh me vëmendje e gjitha shoqëruar e Vorrë e Piri Jugut, shikoni dhe hartën, edhe me 200.000 shqiptarë që kanë bërë shtetas grek dhe që minoritar tani, ka mundësi që edhe në organizimin e pushdor të shikoni hartër shumë mirë këtë do përfshi ai pushtet e ndonë atë krahin. Zoti Limaj, të ndalemi pak tek një deklaratë e kryeministit Edi Rama për politikon disa ditë më parë, ku deklaroi se nuk është Shqipëria ajo që mund të përcaktojë zgjidhjen mes Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Iranit sa i përket këtij konflikti në skenën globale, por Shqipëria mund të ofrojë bazat e saj nga ku Shtetet Bashkuara të Amerikës mund të nisin sulmet e ndryshme dhe të mundshme kundrejt Iranit. Ju si e lexoni këtë deklaratë, me sa lehtësi mund bëhet një deklaratë e tillë dhe a ka mundësi Shqipëria që të jetë mbrojtur në këtë rast? Tani, po të hapni dhe të kërkoni emrin tim në Google, do shikoni në faqen e parë të gazetës Dita, faqen e parë me gërma të mëdha, hap përbën kërcënim ushtarak Irani për Shqipërinë. Kur Edi Rama ndërmori iniciativën jashtëzakonisht gabuar ndërtimit të qytetës Maqedinëve. Mbasi dërgova 2 mesazhe konfidenciale dhe ai nuk reagoi, unë detyrova botova në shtyp duke analizuar çfarë kërcënimesh do e vinë Shqipërisë nga dislokimi i përhershëm dhe ndërtimi i qytetëve të Maqedinëve, të cilët shteti iranian e quajtur organizatë nga Irani vendosin Irak edhe me Shtetet Bashkuara edhe Europa e quajtur hoqë e emërtimin
bëri marrëveshje me Berishën për kalim tranzit shqiptërim, Berisha priti 180, ky priti 2020, 2002 futi konflikt diplomatik dhe me dy shteteve. Dhe u prishë marrëdhënie diplomatike me një shtet që prishë marrëdhënie diplomatike, do të thonë jeni gjithë në luftë. Fatkeqësia e madhe është që kur shteti nuk e merr drejtim leadership politik, ekonomik, diplomatik dhe ushtarak të çon në gjendje. Shikoni çfarë niveli kemi në këtë gjendje. Si do mbrojtja kur sot Shqipëria nuk ka asnjë avion luftarak dhe asnjë helikopter luftarak mbrojtës. Kur nuk ka asnjë raketë kundërajrore. Unë kam qenë në vazhdimsi edhe me personale, sepse s'kam penduar kur interesa personale, edhe për hapjen e njësisë taktike në Kuçov. Njësia taktike ajrore në Kuçov nuk ka avion luftarak mbrojtës. Është një qendër ku janë 2 avion cistern, shfrytëzojnë avionët amerikanë në ajër. Dhe kur ajo u ndërtua, në televizion shtetëror në Rusi u zhvilluat dhe një gjë. Sot është njësi taktike furnizimi, por Amerika mund të bjerë kokë bërthamore. Prandaj është në shinjesrën tonë. Ato që ishte në luftën e ftohtë nga 1100 kishte Amerika, një Pashaliman dhe një Kuçov, një koha që ta zëvendësoi tani Bashkimi Sovjetik ku do merrem Kuçovën. Kto janë venturiere të njeriu të papgjeshtë që po e fut Shqipërinë kjo sokak. A kupton çfarë force madhe ushtarake dhe çfarë pasojë po kemi në luftën kibernetike nga Irani të tani sot ku janë zyrtar. Kanë veprime antikombëtare, antishqiptare që po Shqipëria po shpërbohet. Ikën 2.1 milion shqiptar, praktikisht adheun. Të tjerë flasin me vetë dhe ai jeton dhe në ajër. Nuk di çfarë bëhet Shqipëri. Dha do heqen Merkeli, ai kryeministri e art, dha Clintoni, dha ai tjetër në Angli, ndërsa ky do të jetë kryeministri përjetshëm e ka futur Shqipërinë në krizë jashtëzakonshme. Shumë të se s'largohet. Ka 30 vjet ku Shqipëria po bën luftë për jetesë. Të dhëna zyrtarë që po Koboja, që e Bershi, që e Pisati, shikoni çfarë pozicion Shqipëria, më e varfra në rajon, më e varfra në Europë, dhe për ditë po zhytet keq e më keq, dhe ky fluturon në avion, nuk ka këmbë Shqipëri. Zoti Limaj, presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se kur një kryeminist lufton vetëm për interesat e tij të pushtetit personal dhe nuk lufton Shqipërinë çfarpret. Zoti Limaj, presidenti amerikan Donald Trump ka lënë të hapur mundësinë që Shtetet Bashkuara të Amerikës mund të shkëputen nga NATO. Në këtë rast, nëse Shtetet Bashkuara të Amerikës dalin nga NATO dhe mund të krijohet një lloj përçarje edhe mes radhëve të tjera të vendeve të NATO-s, kush e mbron Shqipërinë në rast të një shpërbërje të NATO-s, po themi në mënyrë hipotetike? Mos ma me për keq, po ata që më njohin dhe janë të mua më vlerësojnë si kuadri më i profesionalizuar me botimet që të kam kryer. Unë kam shuar librin botim, librin 9 tani, që do të shpjegoj nga botimi, rrugtimi i Shqipërisë për antarësimin formal në NATO dhe pasiguria sot e brojtjes kombëtare. Trajtoj këtë juve. NATO kishte problemet dhe NATO-s kanë kohë që diskutohen për prezencën amerikane në Shqipëri, që kur ishte Trumpi 1. Dhe detyrimisht ardha e Trumpit 2 do të përmbysë komplet marrëdhëniet globale. Dhe unë kam thonur dhe televizor do braktisi Europën, do afrohet me Trumpin dhe do hapi problemin në Azi. Pra, probleme ne kemi sqaruar dhe botuar me kohë, po Edi Rama nuk dëgjon shkencëtarët, ata që kanë dhe vlera intelektuale dhe shkencore, po merret me njerëzit që pra shkatërrojnë Shqipërinë. Ne ja kemi thënë mori dashur, por ai pikërisht nga kjo nuk i mbledh ata që janë shkencëtar pavarur ture tavolinë me ta.
të diskutojë të probleme të mëdha të sigurisë për të kombëtar. Shqipëria është në udhkryq. Largimi i Amerikës shkallë, shoqar tha sot ai Erdogani, do dalu në krye thot Europës tani në pozicionin e Amerikës. Pra një njeri që nuk di çfarë do hajë nesër, e çfarë do bëjë fare çfarë preti. Pra ne nuk kemi politikë strategjike, ne nuk kemi diplomaci strategjike, ne kemi çfarë del sot dhe burra që do fitoj unë. Ky është problem madhor. Shqipëria është udhkryq politik, udhkryq diplomatik, në udhkryq të mbrojtjes së sigurisë kombëtare. I traktoi troç në librin po dera botimi. Shqip, mu flas shqip, për shqiptarët, për Shqipërinë. Nuk më duhet Berisha Rama, më duhet Adheu i dashur, Adheu i dashur. Zoti Lima, dhe i pyetja fundit, ndërkohë Serbia është duke armatosur me raketa nga Kina dhe Rusia, nga ana tjetër, çfarë po jo vetëm rajonale, se i ndjek me shumë vëmendje të evidentuara gjithë armative të ka marrur. Po çfarë po bëjnë shqiptarët në këtë rast? Çfarë po bëjnë shqiptarët e Kosovës dhe Shqipërisë në këtë rast? Shqiptarët me nevojë dhe me atë avionit e Tirana. Dhe miku ti ishte i Vučićit ai, e ka praktikisht bërë Kosovën. Deri në vitet 88 ishte Shqipëria superfuqia ushtarake rajonale. Dhe tani u ka tani pas avion. Ndërsa tani është kthyer Serbia superfuqia më e fuqishme ushtarake rajonale. Dhe po bën një investim të jashtëzakonshëm shumë bashkohor për të vepruar dhe ushtarakisht për që nevoja. Këndo goda Serbia, të para Kosovën, vllajën tonë që ka praktikisht kyja. Në vend që Shqipëria të bëjë planin strategjik të mbrojtjes së përbashkët të kombit shqiptar, zihen e grihen njëri me tjetrin. A kupton çfarë problemi madhore ka?